Atëherë faleminderit, e rëndësishme është që eventi shkoi shumë mirë për 3 ditë me radhë. Na përkrahën shumë edhe qytetarët e Pukës, kjo ishte një risi edhe për këtë kampionat i cili u zhvillu për herë të parë në sheshin Skënderbej Pukë. Unë me këtë rast duhet të falenderoj gjithë sportistat që morën pjesë kampionatit shqiptar të boksit. Do të falenderoj edhe gjithë stafin, trajnera, arbitra, stafin e presidentës futbollit, edhe presidentin e veçanti, por edhe vëllezërit Qekini që janë edhe trajnerat e ekipit Tërbuni Boks, të cilat kanë bërë një performancë shumë mirë duke organizuar ekipin për një vit e gjysmë të bani ekipin e Tërbuni Boks dhe arriti të shpallat edhe kampion si ekip. Unë me këtë rast duhet t'i siguroj edhe qytetarët, federatën, se çdo event që bëhet në Pukë do të ketë performancë të tillë pozitive si është kjo e sotshme. Gjitha llojet e aktiviteteve tregojnë që Puka i ka kapacitetet me organizu evente të tilla kombëtare dhe pse jo edhe ndërkombëtare. Kështu që kjo është risia e gjithë aktivitetit sotshëm edhe 3 ditëve që ishe në Pukë. Faleminderit juve edhe si gazetarë që përcjellni me shumë modesti edhe me profesionalizëm aktivitetet që zhvillohen në Pukë. Faleminderit, kryetar. Suksese. Faleminderit.